Momenti i debatit që paralajmëruam pak më parë bashkë me Aiden. Po. I kemi tash në studio dhe mysafirët, është Milin Beluli, gazetar, dhe si gjithmonë Juliana Nura, opinioniste. Fillova me Milindin, masit kemi gjithë. Ska gjë, për parësia dhe meshkujve, se marron të tonë feminizmi. Bravo, në fund të dene pak për parësi. Unë gjithë kënë më thonë, që i kena edhe gjinin e kondrët se pak ta nuk bojna, as këta zbojnë pa neve, kështu që... Tu galu me njerë në tema feministe. Da kemi edhe Paulinën, pas pak në lidhje direkte, sepse Paulina gjatë këtyre fenomeneve që ka ndodhur në shoqërinë tonë është shumë e zëshme dhe reagon më njerë dhe natyrisht është e rëndësishme për këtë debat. Sot po flasim për modelet. Jemi të ekspozuar të gjithë ndaj rrjeteve sociale, ndaj asaj që shohim në rrjetet sociale, pashmangshëm edhe në media, padyshim. A duhet të kemi si pyetje e parë modele të cilat ne duhet t'i ndjekim? Milin, po e nisë pra me ty me që kemi për herë të parë. Absolutisht, domosht, shoqëria kurnizohet përmes modeleve të ndryshme dhe fatkeqësisht me rrjetet sociale përgjithsisht domosht fokusi është te modelet që ne konsiderojmë të këqija, te blogere që përkundër që nuk kanë ndonjë ditori ose ndonjë diplomë të fituar, ato arrin me mbledh miliona shikime, miliona klikime, edhe me mbledh një fanbase. Edhe përmes tyre pastaj ndikohet edhe shoqëria. Na shohim qysh në live-et e njerëzve që janë ikun nga ligjit, që janë të ratisun, janë mira vetë, ndjekës, edhe japin parade, japin gifte. Edhe e sheti që shqiptari përgjithsisht e ndron një burr të dhënshëm, edhe glorifikon dhunën. Nëse e shet familja Haklaj, që ka kthy pushkën shtetit edhe ka vrarë, për shkak të tyre janë vrarë 200 njerëz në Tropoj, sot janë familje që adhurohet nga shqiptari. Edhe e sheti që për secilin kriminal në Kosovë, është ka një fan page ku kërkohet liri për kriminalin. Shumë e vërtetë, edhe në Kosovë ka pas raste të tilla. Absolutisht po, se tash e bëjmë për Dardan Krivaçën, ka qenë një grup që ka pas shumë djegës edhe shumë përkraje. Po, absolutisht po, edhe na kur flasim për Kosovën e Shqipërinë, nuk flasim si dy realitete ndryshme, në fund të ditës jena një realitet përgjithsisht i njëjtë, edhe sheti pastaj që për secilin qytet Shqipëria ka një bandë kriminale. Edhe për atë bandë kriminale ka një dokumentar në televizion. Edhe shep pasaj çka kërkojnë shqiptarët në për YouTube. E shkruan banda, edhe del banda Lushnjës, banda Shkodrës, banda Durrësit e kështu me radhë. Pra ti po thotë që na po i ndjekim modelet e këqija, jo të mira. Absolutisht po. Edhe e shen në fund të ditës në varrimin e një kriminali, edhe në varrimin e një akademiku, në varrimin e kriminalit shkojnë mira vetë, në varrimin e një akademikut shkojnë 100 vetë. Edhe e sheti shoqëria që ka dëshiron me pa, me dëgju, me ndjek si model. Edhe në fund të ditës ti nuk mundesh me i fajsu as djemt e ria, as vajzat e reja pse i ndjekin këto modele. Se e shohin një blogere, pa kur çfarë arritje jetësore, vetëm për shkak se ka shumë followersa, arrin me marrë emisione në televizion. Edhe pastaj çush është e mundur vajzave të reja na më u thon shkollonu, shkoni ç'mi thon na Ajdës, shkollohu, merret diplomën e gazetarisë të vynë për më ngrit në shoqëri, sepse shoqëria është meritokratike, është që s'është meritokratike. Është që Ajda... Mos po keq kuptohet kjo se unë e kam diplomën e gazetarisë. Mora si shembull. Po me shaka. Po se jemi kolegë që 8 vjet, kena punu bashkë me Ajdën edhe për hekun për Ajdën. Jo, s'ka problem. Merre Gjulin. Për me Gjuli ka dy fakultete, kështu që mu më shumë merre. A që është shprejkë, që e kena shumë e vend që po thëtë, sepse është diçka shumë e rëndësishme me kuptu që nëse e këshyrum na me historit tonë, median, ose shoqërinë normet tona, dikur janë ndjekë, për shembull, njerëzit akademik, për shembull, njerëzit që kanë marrë Nobel Prize është diçka ma e vlefshme në krejt botën kur e ka fitu, për shembull, artistori Nobelin e paqes. Tek ne, ose te shoqëria që janë të mirëfillta, që janë të edukuar, të kulturuar, që shkollimi është në paht por që do të mu eduku, do të mu shkollu rinia e çatij vendit. Nëse na flasim për Kosovë, e vërtet që po kthen atë gazetari shoku jon që e vërtet është ajo që na ndjekëm shumë më shumë gjëra negative se sa pozitive. Për shembull, pse mos me ndjek një person që del TikTok live për gjëra akademike, me tregu për një gjë
që është e vlefshme, se sa për një person që zhvishet ndoshta TikTok dhe na i gjujna gifte, ose jo na po njerëzit. Dhe kjo është një diçka që është realitet në shoqërinë tonë. Por shoqërinë tonë në kisha dashur më shumë mund ndjek hapësira e mençurisë, e nivelit të lartë edukimit, nivelit të lartë të shoqërisë tonë, e emancipimit, me fol për gjëra që janë të arritura shkencarisht, e jo për gjëra që kush boni çka tha, çysh e tha dhe kish kris një diçka në TikTok, për shumë që bëhen shumë të natë mëdhaja. E unë mendoj që kjo prapë po bina tek edukimi që është baza, që është qerdhet, shkollimi, edhe shoqëria jonë në familje që jepet edukata. Për shumë në familje tonë na flasun për arritjet e njëri tjetrit, qa ke boti sot në punë, çfarë problemi ke po të punë që ke zgjedh. Po nëse na folëm shoqëni në kafe, për shumë në kafe, kur shkuan me mëngjes në Bagolin, ishin duke folur 3-4 tavolina që i ndëgjojsha, jo me gjithë qef, po që në kopen, se vesh janë për me kopi informata, që folshin anive pa qysh i zhvesh. Diskutime të përditshmërisë, po stimesin për mirëlindjet, sa i përket shkollimet. Tash, na ardhë për një shoqërie të luftës, që ka jetu përgjithsisht në një sistem patriarkal, edhe për një herë i kena pas seriale spanjolle, ku i na hapur përballë puthjeve erotike në ekran, e shqiptarit përgjithsisht e ka pas dashnin mbrana 4 mureve, mbrana shtratit, seksin e ka konceptu vetëm për shkak të riprodhimit, vetëm me bë fëmijë, dhe për herë të parë ka pasur që mund me puth gruan, edhe vetëm për shkak dëshirës të momentit erotike ose romantike. Merlin, se po nxehet debati, le ta inkuadrojmë Paulinën, se po na pret. T'ja japim një përshëndetje fillimisht. Çfarë, Paulina tu muzej. Përshëndetje Paulinë. Përshëndetje për gjithë juve, në fakt këtë më pëlqy shumë, çka këto tha mirëlindje. Hajde dëgjojmë deri në fund, pra se veç për ty janë të drejtë. Po fajtona pikë presje. Edhe pastaj kjo hapja kështu e pa kontrolluar, edhe kur bie pastaj sistemi i edukimit që shkon duke u degradu vazhdimisht, edhe pastaj në nënën e ki një shoqëri që i vjen turp me pa puthjen e dy spanjollëve në televizor, edhe kur ka ndodhur ajo puthje, na ketin kanë fëmijë, kanë thonë baba dhe nana kanë filluar më kthy, a ka shiqer. A ka shiqer apo me gjuçar. E kanë ndru temën. Edhe pastaj e sheh këtu që mungesë të edukimit, në anë kena pasur që si përballje erotike tepër tronda për kohën, edhe pastaj ki pas edhe ka filluar me hy feja. Edhe kena përfundu me një shoqëri të getoizume, ku te kini lagjën Prishtinë, që janë përgjithsisht njerëz fetar ku jetojnë, edhe ki përgjithsisht disa kafe ku frekuentojnë komunitetet LGBTQ, edhe nuk ka komunikim mes vetën, nuk ka një hapësirë le të themi kështu përbashkuese për gjithë shoqërinë, edhe kanë filluar me jetu në geto, domethënë në Prishtinë me një ndërtesë, dikush e rri gruan, dikush tjetër ka lidhje të hapën. Edhe që kjo shoqëria që kena ndërtuar na, domethënë që këto janë modelet që pastaj ti zgjidh kanë me ndjekë, edhe përgjithsisht skandali e bën 3 herë më shumë bujën e madhe se sa një lajm i mirë, edhe vetë nga gazetarët e ndjekur më shumë kronikën e zezë sa që e ndjekur. Po veç ajo nesër më shkakot, po vërtet, që tash ne nuk po flasim për shqiptarët si një ishull izolum nga globi, përgjithsisht në glob që të ndjekën, domethënë, por e shete për shembull që algoritmin i TikTokut, me qenë se përmend TikTokun, në kin shfaq edukim, shfaq kërkesa për disiplinë, ndërsa në Shqipëri, në Kosovë, shfaq dhunë, shfaq vrasje. Ose në Amerikë që është dance, kërcimet, fan, videos. Nëse në paradisot e patëm një vajzë nga Shqipëria që tha unë përcjelli shkencën në TikTok. Po mandej kur u pyet se çka saktësisht në shkencë. Kafsht, kështu që po në rregull jemi. Paulinë, është momenti... Duke bo shkencë, a qysh? Ta shkencë dhe më pas përgjigja ishte kafshët. Paulinë, momenti i jotë është, po dëgjoj me shumë vëmendje. A duhet të kemi modele dhe cilat modele po i përcjellim më shumë? Në fakt, pa tjetër që duhet të kemi modele në çdo kusht. Unë pak më herët e pata një intervistë me një doktor i cili vjen nga Suedia dhe bashkë këtë temë diskutuam. Dhe ai në kuptimin e raportit ndërmjet mjekëve, pacientëve dhe të tjerëve tregoi se çfarë modele duhet të ndjekur bazuar në fushën që ai sigurisht e zotron. Edhe tha, kur jam në Suedi, jam mjek tjetër. Kur jam në Kosovë, jam mjek tjetër. Tash, pse doktor ndodh kjo? Sa sepse atje funksionon sistemi i cili automatikisht e fut mjekun në një lloj rregulli i cili patjetër që kam ju përshtat. Dhe këtu Kosovë jemi individualist.
nuk punojmë si ekipe, nuk punojmë si shoqëri. Dhe rrjedhimisht nuk japim model i cili do duhet të shërben si edukim për brezat të tjerë. Tash pjesë në kuptimin e brezave të mjekëve të rinj. Ndërsa unë tani po flas si profesioniste e gazetarisë. Unë mendoj që edhe ne duhet të ndjekim modele të cilat paraqesin gazetarët të cilët janë profesionistë në ngritjen e temave, diskutimeve dhe të tjera, për çka sigurisht ju po gëzoj edhe juve që jeni aty kolegët në studio, me lindjen ty dhe Aiden. Kuptohet se ne po flasim për modele të cilat po i servojnë të rinjve dhe kjo servimi është sikur ushqimi. E keni pjatë, ja qëtë për para, dhe është i uritur. A je hanë që atë që e për para? Paulina, nëse po më dëgjan, ashtë shpejt fletë, sa që teknologjia s'ka mbri me transmitu zërin tënë, e po vjen pak me vonesë. Kështë që për me u dëgju mirë që ka po thot lutëm mundohë pak nga dalje me fol, lutëm. Oke, apo dëgjuhem ta? Ose Mirlinde po ta jep një propozim mikrofonin me muajt pak ma lartë, se s'po dim saksisht që ka problemi, këto e thash në formë shakos. Për shpejtësim. Apo dëgjuam tash mirë? Po tash po, edhe mos e livri dorën, do më tash rrë statike. Po, Paulin, vazhdo. Ajo që ka isha duke thonë pak ma herët, nuk e di deri ku jam dëgju, por tash kisha një takim me një doktor i cili punon edhe në Suedi. Dhe më tregoi pse funksionon ndryshe si doktor kur është në Kosovë dhe pse funksionon ndryshe si doktor kur është në Suedi. Dhe më interesoi shumë. Ta atje funksionojnë si ekip, jo si individualist. Atje nuk funksionoj si doktor i vetëm, atje funksionoj me gjithë ekipën time. Rrjedhimisht edhe në këtë formë edukojmë brezat e rinj. Dhe çka po ndodh në Kosovë? Po funksionojmë si individualist në çdo fushë. Dhe rrjedhimisht edhe po edukojmë brezat të rinj duke ofruar modele individ të cilët në shumicën e rasteve janë edukim i keq. Dhe këtë po e mundojnë edhe rrjetet sociale. Por si shtet, ne do duhet me i hapë syt shumë më tepër për modelet që po i servohen të rinjve. Se kjo është sikur ushqimi. Kemi me ja dhënë pjatë, kemi me ja qitë për para, ai ka me ul me hongër. Është undë, diçka dhe me hongër. Edhe çka do që i servohet, ka me hongër. Dhe kështu po funksionon edhe kjo çështja e modeleve dhe ndikimit që kemi te të rinj. Unë në vazhdimsi kam synuar që me gazetarët të rinj, por të profesionin tim, të jap modele të bërit gazetari të ngjashme televisht. Çka do të thotë kjo? Të shkojnë pas lajmit që është në interes të publikut. Dhe në periudat të ndryshme kam qenë mentore e gazetarëve të rinj dhe çka vreja gazetarët të cilët vinin me një keqkuptim të madh për atë se çka duhet të bëjë gazetari. E donin dhe synonin ekranin, sidomos vajza, që nuk është e gabuar, por nuk ka të bëjë 100% me gazetari. Ne kur studiojmë gazetari, duhet ta kuptojmë qartë atë se çfarë cili është roli jonë në shoqëri. Dhe keq interpretimi pastaj i asaj është dalja në ekran të dukurit bukur dhe të bërit e famshme. Dhe kjo pastaj sikur i zhgënjente këto gjeneratat e reja që nuk mund të arrijnë modelin që ato e kishin në mendje. Pra, pjesën për një keq edukim edhe pasi që kishin përfunduar gati 3 vite të studimeve me gazetari. Dhe kjo më shqetësonte, dhe ju pjesë janë e vazhdimsi, që të jesh gazetar nuk do të thotë domosdoshmërisht të jesh fytyra e ekranit, do të thotë të jesh një gazetar i mirë i gazetës, një ulëmtues i mirë, një raportues i mirë, një person që nxjerr storie sociale dhe ndryshon mendësinë e këtij populli që që në fakt ata që kanë qenë terren kanë pas shumë suksese se ndoshta një prezantues në studio, sepse kanë fitojnë çmime, kanë pas mundësi me bë hulumtime më të mira, kështu që po, ka avantazhe më të mëdha që ndoshta nuk i dinë dhe duhet flitet për ato vazhdimisht. Atëherë, kur flasim për këto tema, gjithmonë atakohen mediat. Mirlindja tha edhe në fillim pak një pjesë. Por, ti po e nisim me Mirlindjen më pas pyetjen për gjithë po e bëj. Ti je në Tushtat, në një televizion i cili nëse nis emisionin e mëngjesit, e keni emisionin i cili i dedikohet artit, kulturës, fenomeneve shoqërore, njerëz të rëndësishëm të jetës tonë. E ki pikërisht emisionin ku jemi që po ashtu diskutojmë për shumë fenomene. Okej, e kemi një emision kanape që merret me figura të rëndësishme të showbizit shqiptar, dhe ato interesojnë dikujt. Dhe emisioni e vetë po ashtu, një emision që promovon edhe një gjenerat të re që është ndryshe nga ajo që ka qenë më herët. Në anën tjetër, i edhe një emision tjetër, siç është shembull po e marr Prizmën, që transmetohet tek ne, i cili ka figura të rëndësishme të gjitha fushat, duke filluar nga akademikët e kështu me radhë. Problemi duket që është se çfarë na marrim më lehtë. Dhe pyetja është që pse pra ne më lehtë i kopjojmë mbase këto modelet që ju po i quani, tek që ja se sa modele të mira që na shërbejnë. Mira.
Qëre, absolutisht, mediat e kanë përgjithësinë e vetë, ama nëse ti ja servon një mëri programesh, edhe shet që programi që këshyrt mas shumë ti, është një program që nuk ka ndonjë cilësi të madhe. Çka qunë cilësi? Po për shembull, përmend Dragushën, unë mendoj që emisioni Dragush është tepër i mirë, tepër cilësor, ka shumë herë musafir tepër të mirë, ka pasur edhe Shmitin sa më kujtohet, një historian tepër të madh. Po natyrisht janë të ndryshme dhe televizioni natyrisht funksionon edhe në bazë të këshirët pak. Edhe televizioni në fund të ditës është biznes. Edhe ti si biznes privat e ndjek shikimin sepse shikimit të sillin pastaj marketing. Absolutisht unë nuk mendoj që të shtohet që bën diçka të keqe nëse e ndjek interesin e publikut. Edhe nuk mendoj që jo personalisht ti Amir edhe Ajda e shkel një etikën duke raportu për një fenomen shoqëror. Jo, absolutisht unë nuk ju gjykoj jo pse jo bëni të tilla emisione, sepse nuk mendoj, do të kisha menduar që emisioni është i keq, nuk kisha ardha bën. Çka me thon kështu më shkurt. Edhe absolutisht unë pajtona për shembull që edhe televizionet e kanë përgjithësinë edhe drejtën me hek video. Me shlyne, se unë sot përdori një term antisemit, pas emisionit ju doni me frikët emision, sepse s'lejohet antisemitizmi në emision. Ose nëse unë përdori një term denigrues për komunitetet jo shumicë në Kosovë, ju prapë doni me hekat emision. Edhe atëherë kur ne nuk e përdorim, por e përdorim mysafirët. Po, ju doni me atë hek vërejtjen, edhe nëse vazhdojnë me u referu komuniteteve me terme pejorative, ju doni me hek emision se më bëni përgjithësi, edhe nëse nuk e heqni, unë do të kisha dërguar në KPM. Kisha qenë qytetar i thjeshtë. Sepse ju keni ju vetëm ato që ka thuhet live, por pastaj edhe postproduksionin keni ju përgjithësi. Edhe nëse bëni këto, unë jam shumë i tharë me bë këto, dhe nëse bëni ju dorë trokat, domthonjë që me cenzuru antisemitizmin, me cenzuru termet pejorative ndaj grave. Nëse dikush i thosh Gjulit këtu një term që s'po du me përmen këto. Mos e përmen më mirë se... Po doni me hek emisioni. Sepse në fund të ditës nuk cenohet vetëm Gjuli si gru. Po shumë gram brapa Gjulit. Po absolutisht po, sepse Gjuli këtu nuk është veç një gru. Po në fakt mendem, se kemi mandej mendimin për moti. Gërlend... Se këtë telefoni po na prej dikush në lidhje direkte, e kemi një moment të rëndësishëm në showbiz, po e shujmë dhe interesant, do të flasim për një aktivitet që ka qenë në Suareka, do të flasim me kryetarin e Suarekës Balimu Aremaj, që në fakt kjo ngjarje ka bërë bashkë dy emra të njohur të muzikës, zonjën Shkurte Feza dhe Shyrete Beheluli po ashtu. Diçka të tillë ku bëhen bashkë edukator, njerëz, profesora, edhe të artit si Shkurta dhe Shyrete Beheluli, dhe japin një shembull që jena njerëz të rritur edhe pse se kemi mendimet e njëjta për disa gjëra, ne bëhem bashkë dhe jemi shumë njerëzor. Dhe kjo është për shembull një shembull shumë i bukur, unë mora pak a mendon që më shumë views a merr tash një video e jote këtu apo e kjo është Shkurte Feza dhe Shyrete? Tash në Gjuli këto sa për skenora, tash ju mbetet ju. Unë jam shumë drejt për drejt me publikun për që ta unë kanë dosht, se unë e tam trosh aton që mendoj edhe si e mendoj punën, po devën të një shambull shumë i bukur. Unë këto e morra dhe unë boz shumë Gjultja je me Shkurte Fezën a me Shyrete Beheluli? Unë jam me të dyjat, se të dyjat i njove dhe i pëlqej të dyjat dhe unë jam rrit me këngët të tyre në diaspor, na i mohëm me këngët të tyre dhe i na bo shqiptar me këngët të tyre. Pa diskutim respektin ndaj tyre respekti është ndaj tyre shumë i madh dhe me gjithë raportet e cilat është përfolur shpesh në mediat e kanë treguar një lloj respekti dhe kanë respektuar edhe padyshim që edhe këto pyetje të ngacmuese të showbizit janë më së të mirë kuptuara. Do të kthehemi tek edhe ka pak pyetje provokuese në showbiz, sa do të me pas domon. Është dorë shumë herët me u kthyja mirë ekranit, për me pas si pyetje provokuese. Po mundohemi bashkë me Ajden tash. Gjuli, një model që ti e ki sot, cili është? Unë shpesh ku folë për modelet, unë që i ndjek personalisht, dhe që unë mendoj që qikat e reja do të me ndjek modelet që japin avancim, që japin edukat, që japin kultur, që japin... Për shembull, unë mundohuna gjithmonë në rrjetet sociale të mia me tregu që, shife, një person, ka marrë parasysh gjinin, do të me punu shumë, do të mu shkollu, do të mu eduku, do të me po botën, do të me udhtu, do të me ditë me morë edukatën pe familjes, do të me ditë me morë edukatën edhe për shoqërisë të mirë, edhe asoj të keqe që me ditë çka nuk do në mu bo. Dhe unë për mua shumë e rëndësishme me kuptu kushdo që na shikon na ndëgjon që ka modele sa du gjithmonë ka pot. 70
dhe janë konë rock band që janë konë drogerat për i mëngjesit deri natën. Janë konë edhe një farë modele dhe ata dikur për dikën. Por nuk janë konë shumica që e kanë ndjek qatë gjë. Se janë konë Whitney Houston, nuk konë kjo, konë ajo. Se na që e kena për shembull mu është më ndjek një shembull shumë bukur, ose një shembull që është denigruese në TikTok. Dhe unë për mu është shumë rëndësishme që rinia që më ndjek, të paktën që ata 200.000 followers, 9 milion klikime që i marrën në mujt, me ditë se Gjuli tregon, që do me thonë mu qunë 6 mëngjesit dhe me kry punën 10 mbrëmje dhe për me arrit sukses, edukat, kultur, që ti t'je shembull për rinin që vjen bas tjerë. Në TikTok, të sqarohemi pak, nuk është gjithçka denigruese. Jo, nuk është denigruese. Nuk është gjithçka. Mbase bizotron diçka, po ne shohim të ri të talentuar, po e themi, që e kanë shndruar në biznes, sot në ditë me po biznes është shumë mirë, apo Paulinë? Ka review për teknologji. Ka, për shumë në këshyri për teknologji. E se Harun Paulina krejt ta inkuadrojmë. Ata të regoj që është modeli im. Pa tjetër. Janë zonat. Zonat. E pritshme. Shumë modeste jeni ju zonat. Me ardhën e zonave në skenën mediatike, përfaqësimi i grave në për debate sociale është rritë dukshëm që ka qenë zero. Zero ka qenë. Tash është një luftë tjetër që ne po tentojmë me e bo, normalisht me i shtyj gratë dhe me marrë pjesë në debate politike, sepse ato janë të zonjat edhe për debate politike. Por po e shirin dikimin e zonave në gjithë skenën mediatike në Kosovë, kur ma herët, gratë e rreth një tavoline me diskutu për probleme të cilat me të vërtetë e prekin shoqërinë, jo vetëm gratë, po edhe burrat. Pra, Unë falë paru jam ishtë nështë ta me të thonë që shoqëria jonë përbët për i 51% grave, në Evropë 51% janë gra, dhe është shumë e rëndësishme që në politik të pak të gjysmën e vendeve që janë deputeta me konë gra, dhe kjo është ajo që suksesin i shtetit vrehet, kur ne kemi kryeministre, presidente, deputetet 50% gra dhe jepin atë aspektin e vetë në këto debate që janë shumë të rëndësishme. I mjanis për i zonave që unë ju adhuroj shumë, të edini këtë gjë që ju pëlqej shumë, që i keni disa tema që na prekin të gjithve, po kërkush nuk ka po të guxim deri sot me ardhë në televizion edhe me folë për këto, sepse ne gra që jena të fuqishme dhe kemi zërin e lërtë edhe të bujshëm, ne edhe shohemi shumë publikisht. Po ne jemi aqë të forta se edhe ato e durojmë. Dhe kjo është arsyeja pse une e pëlqej edhe zonat edhe deputetet që bojnë shumë buj në këto situatat shteteve tonë. Edhe Mirlidi ka qenë të zonat disa herë dhe ka përjetuar këtë bujën me këtë zhumën e madhe. Nuk është zonë. Kemi çdo bujë që vjen të zonat janë Tarzanat. Tarzan. Ajo Tarzan. Paulin, diçka me ty nuk po na dëmbre me lidhje direkte, duhesh me ardhur në studio, milion krejt angazhimet. Definitivisht herën tjetër do të. Herën tjetër, po qëndro edhe pak. Dua të lidhesh pak me këtë që u diskutua për zonat, natyrisht edhe për debatin që ngrit gjithmonë. Unë pash një video tonë nga hera e kaluar që u bë shumë virale, ku ti flet për kontratën martësore, dhe në fakt Gjul, me gjitha ato që i thua në studio dhe në përgjithësi për shoqërinë, she komente të shumta, she komente të rënda, she komente denigruese ndaj një vajzë, ndaj një grua. Nëse bën me është shumë normale, Fatkesisht është bërë normale. Qofse unë nuk flas tema që çojnë vroll negativ. Unë nuk jam të fol kurrë, nuk jam të bë për vendin tëm asgjë, sepse unë e kuptoj që vendi jam është akoma një popull që nuk është edukuar, kulturuar, shkolluar në përmosat siç është për shembull Skandinavia ose Zvicra, që morëm shembull që janë shtete më të mira, më të fortat në botë. Ne për me konë afër tyre, na do të me fol tema që neve nuk na pëlqejnë. Ti komfort zonin kur të lësh që atëherë rritesh. Dhe unë e kuptoj që fjalët e mia nuk janë mira për shumicën që në ndëgjojnë, sepse ata nuk jenë mësu me këto teme para kontratë, para martesës, ose për testament me full, sepse të ne janë akuma tabu këto gjëra. Kush jete, për shembull, gjëja më shumë që e urrejt tek ne shqiptarët, kur u bëre ti mëre me full. Po kur u bëre më është kry shkon për këtë. Që po i pengoj ka mas shumë Gjule. Komedi më shumë kur u bëre ti. Kur u bëre ti me full. Do thotë, unë nuk e kuptoj këtë gjë. Mirë u bënen edhe këta me full, a? Po, do thotë, unë nuk e kuptoj këtë gjë. Kur ne kemi shkollu për këtë temë, kur unë kam kry kurset që qindra mira që kam investu për me... Ose për jetin personal. Edhe fund të thë, kur e bërë emre ti me të rëgunajsën. Po, Mirlin? Jo, që tash, vetë fjalla bashkërësi në më nënkupton bashkëshortin, me ndo ato që ta karon njëtë si shërt. Edhe tash, ajo mund tjetë edhe kontrot paramërtësore, ku ti i ndonë
gjonat para martesës. Edhe, po qëre, tash, është problem me një shoqni ku deri para, le themi, 10 viteve, gruaja është pasi një qenje inferiore, që nuk ka pas drejtën e fjallën, nuk ka pas drejtën e vendimarrjes, drejtën e trashëgimisë e gjithë shka tjetër. Edhe për një moment, tash nga një gru që nuk ka guxuar me dalë në treg, kena tash në gra që kërkojnë edhe lidhje të hapura martesore. Edhe tash që ky kalimi prej mesjetës, ku gruaja nuk ka dalë në treg, po ka dalë burre, ose me kali, ose me vetur, e gruaja kam prit në shtëpi në kuzhinë me marru drekën, kena ardhur në një shoqni që gruaja e ka telefonin edhe porosit me aplikacion bukën shpe. Po një gjë jam i sigurt, Paulina është kundër lidhjeve të hapura. Ja, po kjo Sigurisht. Ama veç palin veç pak, se tash unë e përmena këto si fenomen, nuk do të thotë që unë e përkroj lidhjet martesore të hapura. Po, si diçka që ekziston. Po se do të më shqaru se tani për na marrin komentet dhe kemi negativ komentet janë. Jo, çka ka përsimi madh, më prej një kulturë mesjetare, një kulturë tepër perëndimore, le të themi. Po, për ekstremet në ekstrem. Absolutisht po, edhe në fund të ditës, domthonë, çdo gjë që na vjen nga një kulturë e lart, do të thotë që është e mirë, domthonë, sepse në fund të ditës iluminizmi, perëndimi e ka pjellë edhe komunizmin, e ka pjellë edhe nazizmin, po do të thotë që janë gjëra të mira. Po, Paulin. Në fakt unë jam kundër lidhjeve të hapura, sepse ne kur zotohemi me kriju një jetë bashk, ajo është mes një çifti dhe nuk mund të bëhet mes 2, 3, 4 apo më shumë personave. Sa më shumë persona që të përzihen aty, aq më jo funksionale do të jetë ajo lidhje. Kështu që unë shërbej në parimin e gjyshës time, se lidhja është mes një çifti dhe ata sigurisht do e krijojnë jetën dhe familjen bashkë. Në momentin që kanë interese të ndryshme, unë jam pro divorcit dhe këtë vazhdimisht e promovoj të zonat, jam personi më pro divorcit në botë, pro ndarjes, por jo pro lidhjeve paralele. Nuk provojmë asgjë me atë punë. Ne duhet të promovojmë dashurinë dhe respektin mes çiftit që e krijon familjen, të është bë familje vetë në momentin që janë bë bashkë. E jo tash me dalë dhe me tregu që po, pas kemi nevojë për personin e tretë. Atë le të fenomen ka një model që sot diskutohet. Paulin, po të falenderojmë për sot, se nuk kemi edhe shumë kohë. Tjetër herë në studio e Duhet me ta ka prish kusht. kontratën me zonat edhe me Arkside. Se s'po na funksionojnë diçka lidhje direkte. Faleminderit. Atëherë, a mund nga kjo studio bashkarisht që të bartim këtë mesazhin që sot pra, ti mund të marrësh një model të mirë edhe nga TikToku, mund të marrësh model të mirë patjetër edhe nga televizioni, edhe nga një emision, mund të marrësh një model të mirë edhe në rrugë. Sepse kjo është krijuar domethënë sot që të gjitha bëhen bashka, nuk ka asgjë në televizion, në TikTok domethënë këto termet e randa që janë i ki vetëm këta ose ato, kështu që një mesazh karshi kësaj që modelin e mirë mund ta marrësh kudo. Modeli i mirë ekziston gjithkund, gjithandej. Ti je ai personi që ti e thith energjinë dhe informatën edhe modelin e mirë. Dhe për mua, sado që unë shoh gjëra negative si model, unë gjithmonë koncentruan të ato modele që unë i kam personalisht që ku unë e synoj mu bë dhe ku unë munoj mi të i kalu që ato modele që i kam bë të ardhmen. Dhe unë mendoj që në mesazhi më i mirë sot kishte me shku te njerëzit që po na shikojnë dhe po na ndëgjojnë që modelin më të mirë e bën vetë për ato që ti kurnicat e tua don me kanë. Qoftë ajo me respekt, me familje të vlefshme, me edukat, me kulturë, me shkollim, me emancipim, me çka do që të jetë ajo. Dhe na po harrojnë shpesh herë që gjithmonë kena pas modele negative në botë. Nëse këshirum na historinë pej faraove deri sot, gjithmonë ka pas negative. Por që është shumë e rëndësishme si media, si ne, përgjithësisht shoqëria, që kemi trajtu ato. Mi trajtu edhe mi qit më pa që çka është e mira dhe çka nuk është aq e mirë për familjen edhe për shoqërinë tonë. Dhe normal, unë e kuptoj që nëse dikush ka dëshirë një model tjetër, unë ja japi rrugën, ja hap edhe thash puna mor edhe kaq. Ajo është personale. Unë gjithmonë e tham liria e seksualitetit, liria e politikës, kë e voton, me kë shkon, edhe liria e individuale është drejta jote. Nuk jena na askush mja cenu drejten, po çka është e mirë për shoqërinë, që janë modele që kena folë edhe më herët në këtë program, është që shoqëria, fëmijët tanë, shoqëria normet janë qëndetshme, që është respekti, dashuria, mirëfillësia për njëri tjetrin dhe këtu. Me vlera. Jo, absolutisht, unë mendoj që aktualisht është godit ideja e edukimit formal, domethënë përmes një diplome në fakultet,
edhe që kjo në 10 vitet e fundit, ose minimalisht 5 vitet e fundit, është godit tepër shumë edhe e shet që shumë tri sot nuk shkollohen, nuk po flasë vetëm për Kosovë, po flasë edhe në Perëndim, e shet që njerëzit nuk ikin nga Harvardi, por me u kushtu jetës në TikTok, me prodhu video, edhe me bo video për TikTok për me përfitu imazh, me përfitu fame, me pastaj rrjedhimisht edhe para, financa, edhe shet që për çdo ditë më shumë bëhet e vështirë ti më jap një referencë kulturore ose edukative pasardhësve tonë. Do të thonë s'kam pasardhës, po kurdo që do të bëj pasardhës, ka më qenë vështirë më thonë që kjo është modeli i suksesit, e që kjo jo, për shkak se ajo se ai mundën me pa që qasje në media, qasje në rrjetet sociale, në famë, në para, cili model ka, dhe pastaj ty si prind të mbetet me eduku në mënyrë paka shumë, le themi kështu metafizike, me tregu që nuk është gjithçka vlera materiale, që duhet me pasur disa qëndrime politike, morale. Milen, me sa po kuptoj, po thu që me lon diçka ma afatgjatë, se diçka e momentit edhe që është trend. Absolutisht po, domon. Ajta në mënë edhe ti paka shumë e ditë qka është trend aktualisht, edhe pak me dosht e bën qatë video, edhe Amiri, edhe na e bojna, krejt edhe bën edhe Gjulli, edhe mujna me i bo për brenda natës mira klikime, dhe se e din paka shumë qka shqitët, edhe unë muj mi hinë live me usha me strategun, për shemë, po nuk e bëj ato, sepse është zjedhe e me personale, edhe nëse kësha hi me strategun, besoj që kësha pas shumë a shumë views, likes, se sa që ka marrë sot këto heq? Absolutisht jo, do më kësha falë kushia, edhe s'kësha orë heq. Shumë e rëndësish me theksohet se për shkak, më falë Gjuli, për kak shikueshmërisë që po ka në TikTok, për shembull një blogere ose një influencere, vajzave treja që ndoshta se kanë përgatitjen si ne, mendojnë që kjo është modeli, kjo po shikohet, kjo po kërkohet. Prandaj ne si shoqëri po i krijojmë vetë modelet. Ajde në mund tash, a ma shumë një jetë një moderatore, një vajzë që ka shku në fakultet, ka lexu libra, edhe ka bërë jetë karrierë dëmon 5-6 vjeçare për me mujt me marrë një emision, apo një jetë një blogere, e cila nuk ka as edukim formal të përfundum, as nuk ka ndonjë karrierë të bujshme, po thjesht dëmon e seksualizon vetën, duke përdor Vetëm se kjo ndonë në çdo fushë, Milen. Për shembull, më shumë është një këngëtare që nuk ka fare zë, për shembull, se sa një këngëtare që ka përfunduar akademinë. Po edhe që e bën një ekip vogël, domethënë, që e bën një muzikë ekip vogël, a vjen? Një këngë, po do të thotë me fshi edhe këtë. A vjen edhe e kanë vendos me rafshje. Jo, për ndryshe fola për ndryshe shumë mirë keni bërë që e keni fshi, sepse nuk do të me përdor terme, edhe më kur të përdor terme, ju e keni obligim edhe në bazë të ligjit për KPM me fshi. Domethënë edhe shumë mirë keni bërë, domethënë, ju duart trokas për këtë punë. Shpresoj të marrim në tjerë shembull. Absolutisht po. Me që e qele këtë temë. Ne dje këtu bashkë me Aiden, vazhdimisht po e them kështu në thojza, kemi bërtitur ndaj asaj që është tënë, le të themi në studio. Madje, në rastin konkret, ai term nga ne as nuk është përdorur. Madje tekstualisht unë kam thënë. Po tekstualisht unë kam thënë që nuk dua ta përdor as termin, por çka unë kam kërkuar dje, dhe që mbase do ta diskutojmë edhe në emisionet e tjera këtë, është që mua çka po më duket pak e çuditshme dhe që nuk më pëlqen janë këto standardet e dy fishta. Do thotë, ne po flasim për gratë, po flasim për të drejtat e tyre. Ndërkohë janë vetë gratë që përdorin termet të negruese pejorative ndaj grave. Konsiderat ndaj grave. Prandaj pyetja ime dje ishte që pse kur ti e bën një reagim në rregull nuk të pëlqen. A ka mundësi që mos shkruash diçka që e ofendon, që e bën të ndihet keq? Po që madje i dhamë edhe opsione se çfarë termi mund të drejtohej. Në asnjë kontekst termi prostitut nuk ka mendim pozitiv, nuk ka konotacion pozitiv. Kur ti përdor atë term, përdor për me denigru tjetrin. Edhe jo vetëm këtë term, po edhe terme të tjera, për shembull, donë se Gjuli nuk vjen përpajtohet. Jo, unë mendoj që çaja fjala që sapo e përdorën nuk dia bën me përdor. Unë mendoj që çaja fjala është një punë që e bën, që pagun toksa. Ideja është që shoqëria e shes si term negativ dhe pastaj ti e denigron dikon nëse përdor atë. Jo, unë çka du shumë është që kur një grua më shkruan për një grua tjetër, është që edhe në atë shkrimin të mos ketë për fjalë ofenduese, edhe nëse është komunikim privat. Kjo do të qenë edhe për burrat. Se provokojmë me terme tilla kur e din që shoqëria jon ende nuk i pranon ato terma. Edhe çështja e grave shumë e ndihshme, edhe me këto debate, dhe natyrisht mundohemi me pas shumë kujdes. Kemi pasur shumë tema, madje Gjuli ka qenë pjesë e tyre. Jo, më absolutisht në këto nuk pjofaj se juve, në këto ju përgjera, sepse gjitha dëmon televizioni, edhe unë
me që se kom punu në të shtatë e di që ka funksionu s'paku të kaluën, po besoj që funksionon paravarësisht njëjtë. E keni edhe një rol edukuse dhe besoj që për çdo ditë mundoheni me bë këtë gjatë, duke anal dikojnë në zonin, duke mos eftu dikon më korë në emision. Unë po lidha me këtë shumicë, sepse unë i kam thënë për duke eftu disa musafir tjerë që i dënojnë këto terme. Unë ka ndodhë kolegë një rast që Amiri e di këtë gjë, publikisht për thëmë që i kam thonë qoftë se qaj person, denigruz, vjen në studio me mu, unë nuk e shkeli koment të puna ime. I kam thënë edhe drejtori. Ka dhe emisione që unë i bojkotoj, nuk shkoj, dhe më nëftojnë vazhdimisht, nuk shkoj, për shkak se ato përdorën terme me cilat unë nuk pajtona. Tani të duhet aty me shku me ngrit zonin, edhe mu përlo me Gjulin. Visht thjesht nuk shkon, domethënë. Shumë e vërtetë. Edhe shkon me një emision ku ti i respekton moderatorët edhe respekton mënyrën se diskutojnë. E kam edhe një pyetje më fal. Thjesht këto standardet e dy fishta që njerëzit po funksionojnë me këto standarde, mu personalisht nuk më pëlqen. Një pyetje më lindet si gazetar. Gjatë gjithë kohës thuhet për persona caktuar, të cilët i ndjekin vazhdimisht, nuk duhet jepet kohë televizive, atij këtij. Pa nuk duhet që edhe ne si televizion ndonjëherë ti shfaqim ata dhe të shihet një mendim i një kategorie të njerëzve që mendojnë ashtu. Ata njerëz që komentojnë gjatë gjithë kohës, pse mos të përballen me këta njerëz në një studio televizive dhe me argumenta të fitojnë edhe ata kundrejt atyre personave që vazhdimisht komentojnë. Kjo është e keqe se s'dinas me debatu. Se kur vjen fjala që thot ty në televizion drejt për drejt, fjalë denigruese dhe ofenduese, ti nuk lën hapësirë ato me ata njerëz kanë një numër të madh të përkrahësve. Shumë e vërtetë sepse na i nxisin për reagime të tilla. Ta shumë ma lehtë është një burr me orë me debatu me Gjulin. Për shkak vetëm arsye më veç i thot një term denigrues që ja ka thonë dikush në Big Brother, edhe unë e bona viral në TikTok, edhe bravo e ki sakatu Gjulin. Po tash problemi është që... A nuk e di që s'munën më sakatu heq për nejse. Po mundohen. Shumë letë është me fitu debatet. Veç ideja është që në nuk vim këtu me fitu debatet, vim këtu me jop një mendim, edhe me diskutu për disa tema që mund të janë gjysmë tabu ose tabu krejtësisht. Edhe në fund të ditës, ka njerëz me shumë followersa në TikTok, që të ka një fanbase të për gjanë, ama mi pru shumicën për i tëmve në emision nuk e di sa është e duhën, sepse në fund të ditës... Nuk ftohen, së në kësoj po duhim, sa ideje po duhim që nuk ftohen, edhe publikisht... Të ju, ama ftohen në për emision e tjera. Edhe tash në mund, për shak që ftohen njerëz që nuk kanë do një background as edukativ, as nuk kanë dhe një gjotë meqme me thonë për televizion, thjesht nuk shkajt, që kjo është manifesti e personal. është shumë rëndësishme me di qka mundësh me ofru kur shka në një emision televiziv. Po, se nuk mu i me shkune me debatu me rizën. Ne zëmë së përmenu me anë, po e vërtet që... Nuk mu i me shku, me debatu me njerës të tilë, qa ki me debatu, a i thotë unë bëj art me floka, dhe në rego, qa ka me fullu në për floka. Po, se realisht ka mira, së të mira, qindra persona që na shkrujnë, po ne kemi kriteret tona si emision edhe gjithmoni me dojmë dy herë. Absolutisht shumë mirë që i keni, sepse në fund të ditë dhe ju edukoni shoqërinë. Edhe e di që që ju penalizoni shikueshmëria, dhe jam absolutisht i vetëdijshëm që nuk munden mos me pas shikueshmëri sa ka një televizion tjetër. Jo, mirë, jam edhe me shikueshmëri. Jo, s'po tham që jeni keq. Po si një televizion tjetër që e fton rizën përballë e fton rokin, edhe anena e fton dikon strategun, edhe kënina e fton dikon tjetër, edhe pastaj TikToku riprodhohet në televizion, edhe unë edhe pas emisioni që ti përmenda më herët tregon për imazhin e të shtatë dhe për qëllimin që e ka të shtatë. Natyrisht që është gjithmonë e pa mundur që në debatet të gjithë të jenë të kënaqura. Gjuli e përmendi një rast, është e drejtë e Gjulit që të mos dëshiroj të jetë në një debat me një person të caktuar. Sikundër që dhe ai personi tjetër thotë që s'kam çfarë me debatu me Gjulin. Kështu që është kur dy persona vendosen të gjithë nga një debat ose po jo, nuk mendoj që asnjë debat do del 100% për një person korrekt. Po këtu jena për me debatu me tregu diçka edukat, kulturë përmes televizionit me emisionet. Jo, unë nuk vi këto për shembull me në emision me denigru Gjulin, nuk vi me këtë para gjykim. Shumica ndoshta vinë, më këto që unë shkoj me nxjerr një video në TikTok kundër Gjulit.
Po se që ajo dhej, sepse vetëm e gjuri dhejzën. Jo, dhejzën edhe tjerë, do në zemë ka shumë tjerë që tu po flasë që kemi prek shumë tema dhe shumë personazhe dhe pikërisht ajo, që e thash më herët, që prekëm shumë fenomene për i cilave sot ka modele. Do të kemi rastet e tjera, do të flasim për tema tjera, faleminderit për sot. Faleminderit shumë për ftesën.